Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit që po ndodhin në shtëpi. Siç duket, situata ka eskaluar me goditje drejt njëra tjetrës dhe një zar fizi do të mbëri në shtëpinë e Big Brotherit. Rozana ka goditur Loredanën në fytyrë, një video që po qarkullon gjithandej për këtë goditje. Videoja është bërë virale në rrjetin social TikTok, ku Rozana Radi po godet Loredanën pas një debati që kishin mes njëra tjetrin. Në rrjetet sociale po qarkullon me shpejtësi një video nga shtëpia e Big Brother VIP Albania, ku Loredana shihet duke zgjuar në mëngjes Rozana Radin. Megjithatë, reagimi i artistes ishte i papritur pasi ajo e goditi në fytyrë pas këtij veprimi. Videoja ka shkaktuar shumë reagime nga ndjekësit, të cilët menjëherë kërkuan që vllau i madh të marrë masa dhe të dërgojë zarfin e zi. Po mbetet të shihet nëse produksioni do të ndërhyjë për këtë situatë. Pas kësaj, Loredana vazhdoi të zgjonte dhe banorët e tjerë të shtëpisë, por ata reaguan ndryshe nga sjellja e Rozana Radit. Zakonisht Rozana ka një sjellje shumë të ftohtë në raport me Loredanën edhe me Jozin, domethënë e ka shpallur më luftën mes tyre. Është një ngjarje që ka ndodhur ditën e sotme në shtëpinë e Big Brotherit, ku Loredana tenton për ta zgjuar nga gjumi Rozanën si të gjithë banorët e tjerë, pasi që banorët kanë patur një rregullore mbi të cilën duhet ta respektojnë. Në momentin që bie gongu i mëngjesit, ato duhet automatikisht të zgjohen nga gjumi dhe të bëhen gati për të nisur ditën, por siç duket Rozana Radi nuk e ka respektuar këtë vendim nga vllau i madh dhe Loredana ka tentuar që ta zgjojë nga gjumi si të gjithë banorët e tjerë. Në momentin kur Loredana është afruar tek krevati Rozanës për ta zgjuar nga gjumi ku Rozana flen me Olën, Rozana ka ngritur dorën dhe ka goditur në fytyrë, ku kjo video është bërë virale në për të gjithë rrjetet sociale. Do me thënë, mund të futeni në për TikTok, të klikoni Rozana Loredana dhe mund të shikoni këtë video. Me patjetër që produksioni nuk e ka publikuar në rrjetet sociale të Top Channel apo Big Brother për të ruajtur etikën e këtij programi, por do të presim në qoftë se do të vijë një zar fizi për të ndëshkuar Rozanën, ose do të shkon në sy të mos të pames ky veprim i Rozanës. Ndonjëherë Rozana tregon anët e saj negative, tregon natyrën e saj ndoshta edhe të paqëndrueshme shumë në shtëpi, por do të presim nga vllau i madh në qoftë se do të merr ndonjë vendim të tillë. Loredana ka reaguar pak, nuk është se ka bërë ndonjë dramë të madhe. Mënyrën se si Rozana i ka rënë, ndoshta i ka rënë edhe pa qëllim, ndoshta nuk ja ka bërë me kastile këtë të rënën se ka qenë në gjumë, dhe njeriu kur është në gjumë është i pakontrolluar. Nuk mendoj se do duhet të marrë ndërmasa shumë të rënda për këtë gjë, se jam shumë i bindur që Rozana nuk ja ka bërë me kastile, sepse në qoftë se Rozana e ka patur luftën me Jozin, nuk ka patur luftë me Lorin, sepse Lori gjithmonë ka treguar një vajzë shumë të dashur, shumë të afërt, por ndoshta mund të jetë edhe ndonjë xhelozi femërore, duke e parë që Loredana me qetësi dhe me urtësi po shkon drejt finales. Dua të marr mendimin tuaj, si të vepron vllau i madh në këtë ngjarje që ka ndodhur.